Humbi jetën 30 vjeçari shqiptar në Angli, flinte në koshat e mbeturinave, dyshohet se u godit nga një kamion. Një tragjedi e rëndë ka ndodhur në Northampton të Anglisë, ku një shqiptar 30 vjeçar, i identifikuar si Sajmir Beca, ka humbur jetën pasi u shtyp nga një kamion mbeturinash. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të 31 tetorit në rrugën Wellington, ku fqinjët raportuan britma të forta që çuan në zbulimin e incidentit. Sajmiri, sipas raportimeve, po flinte brenda një koshi plerrash ku ndodhi aksidenti. Shërbimet e urgjencës kanë arritur menjëherë në vendngjarje dhe e kanë transportuar atë me urgjencë në spitalin e Coventryt. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai ndroi jetë më 6 nëntor për shkak të plagëve të marra. Miqtë e tij janë shprehur të tronditur nga humbja dhe kanë rrëfyer se Sajmiri kishte kaluar një periudhë të vështirë duke kërkuar stre të përkohshme nga njerëz të ndryshëm. Pavarësisht përpjekjeve, ai nuk kishte arritur të gjejë një vend të ndihmojë dhe përfundoi duke fjetur në rrugë. Autoritetet britanike kanë nisur një hetim për të sqaruar rrethanat e plota të kësaj ngjarjeje tragjike.